Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala men la nabiyya ba'da. Në vazhdim të temës rreth kapjes së fortë pas Kur'anit dhe Sunnetit, dietari El-Hafidh El-Mundhiri, Allahu mëshiroft, në librin e tij At-Targhib wa Tarhib, sjell një transmetim, një thënie të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe Abdullah ibn Mas'ud nga sahabët që dallohej për shprehjet, për kufizimet, këshillat rreth kapjes pas Sunnetit dhe largimit nga bidati. Pra ka pasur shprehje dhe deklarata shumë të forta, shumë të dobishme. Ndërto është edhe kjo që sjell autori në këtë libër si fjalë të Ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka thënë al-iqtisadu fi sunna ahsanu min al-ijtihadi fil bid'a. Ka thënë mesatarja në përputhje me sunnetin është më e mirë se sa përpjekja në bidat. Pra thot Ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu me fjalë të tjera që një vepër e pakët, por që është në përputhje me sunnetin, është më mirë se një vepër e madhe apo se shumë vepra të tjera që në aparencë duken të mira, por që janë prej bidatit, janë në kundërshtim me bidatin, janë në kundërshtim me sunnetin. Prandaj, ky lloj krahasimi të fjalës Ibn Mas'udit, mesatarja në sunnet është më e mirë se përpjekja në bidat, kjo fjala më e mirë nuk duhet kuptuar sikur të dyja janë të mira dhe njëra është më me vlerë se tjetra. Jo. Por është thjesht për të treguar apo për të përcjellë mesazhin e tij që një vepër e vogël, edhe nëse është e vogël, apo edhe nëse nga njerëzit nënvlerësohet, por është sipas sunnetit, është shumë herë më e mirë se sa shumë vepra të cilat janë në përputhje me bidatin. Dhe kjo fjalë Ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu ndër të tjera tregon kuptimin e saktë dhe të thellë të këtij sahabi të fesë. Prandaj dietarët kanë dhënë një kushtëzim dhe një kriter që është shumë i rëndësishëm për kohën e sotme, dhe që ka të bëjë me interpretimin e Kur'anit dhe Sunnetit. Kanë thënë, e mësojmë, apo interpretojmë, apo e kuptojmë Kur'anin dhe Sunnetin sipas interpretimit që bën të parët e këtij ummeti. Ky lloj kushtëzimi, ky lloj kriteri i fundit sipas interpretimit apo kuptimit, shpjegimit që dhanë të parët e këtij ummeti, i mbyll portën çdo kujt, i mbyll çdo shteg, çdo kujt që kërkon të sjellë një interpretim të ri të Kur'anit apo një interpretim të ri të Sunnetit, dhe zëra të tillë në kohën e sotme ka jo pak, të cilët dalin me pretendim, do të thënë se feja ka nevojë për një riinterpretim. Kur'ani thon ka nevojë për një riinterpretim të ri, dhe me këtë çfarë kanë qëllim? Me këtë kanë për qëllim që t'i largojnë muslimanët nga interpretimi i selefëve dhe t'u japin interpretim nga ana e tyre, duke e veshur me fjalë të bukura, interpretim bashkohor, thonë. Nuk vlen me interpretimet e tyre sepse ishin për atë kohë. Librat e tyre janë libra të verdhë, pra të zverdhur nga koha, nuk kanë më vlerë, thonë. Prandaj duhen interpretimet bashkohore. Edhe këto zëra dalin nga njerëz të devijuar, nga njerëz të humbur. Dhe Ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu me këtë fjalë është ajo që përmendëm më parë, tregon se sa drejt ishte kuptuar fen dhe se mesazhet që i jepshin sahabët ishin në përputhje apo buronin nga dituria prej Kur'anit dhe Sunnetit. Pra nuk flisin edhe ata nga mendja e tyre, por ishin njerëz të edukuar me shpallje. Prandaj profeti alayhis salatu wassalam i lavdëroi, duke thënë shekulli
Apo brezi më i mirë është ai, është brezi, pastaj që vjen pas tij, pastaj që vjen pas tij. Përse i cilësoj si më të mirët për shkak të bukurisë që mund të kishin fizike, aparencë e tjera, për shkak të fuqisë fizike, për shkak të pasurisë, jo asnjëra prej tyre. Por pikërisht për shkak të kuptimit të drejtë të fesë dhe për shkak të përqendrimit të fortë në Kur'an dhe Sunet, sakrificës së madhe që bën dhe sinqeritetit të madh që kishin për Allahun e lartësuar. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, khairul amal adwamuhu wa in qall. Vepra më e mirë, më e dashur tek Allahu, më e shpërblyer, është ajo që është e vazhdueshme edhe nëse është pak. Pra, muslimani, ky hadith i profetit alayhi salatu wasallam na edukon, na tregon se mos e nënvlerëso sunetin, edhe nëse është i vogël. I vogël në krahasim me sunetet e tjera, por asnjë sunet nuk është i vogël. Është shumë i rëndësishëm, sepse është pjesë e fesë. Është pjesë e fesë. Ka disa njerëz të cilët i nënvlerësojnë disa sunete, duke thënë ummeti ka halle të mëdha, ummeti ka sfida të mëdha. Ju merreni akoma me këtë çështje. Sa rekat falen para yles apo pas yles, apo sa sunete ka sabah e tjerë. Po, përderisa është pjesë e fesë, edhe për të do flitet, edhe ajo do mësohet ummetit. Për ashtu sa ummeti ka nevojë ta di. Për ashtu sa në ummet ka njerëz që akoma duhet të mësojnë dhe duhet i dinë gjërat. A është pjesë e sunetit profetit alayhi salatu wassalam? Po. Dhe suneti a është fe? Po. Atëherë pse duhet në vlerësuar? Askush nuk thotë që t'i lëm gjërat e mëdha dhe të merremi me të voglat. Jo. Me të gjitha merremi. Por e gabuar është që të lesh në harresë dhe të mos e edukosh, të mos i mësosh muslimanët me sunete të thjeshta, të vogla, me arsyetimin se ummeti ka sfida të mëdha, ka probleme të mëdha dhe nuk duhet flasim për to. Jo, për gjitha flasim. Edhe për të mëdha, por edhe për të voglat. Edhe për të mëdha, por edhe për të voglat. Dhe gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: la yahqiranna ahadukum min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Askush nga ju të mos e nënvlerësoj diçka të mirë. Të mos e nënvlerësoj diçka të mirë. Edhe qoftë ajo edhe takimi me vëllain tënd me fytyrë të qeshur. Me fytyrë të qeshur. Buzëqeshja në fytyrë është një vepër e vështirë, e rëndë? Jo, një vepër e thjeshtë, e vogël, nuk kërkon shpenzim material, nuk kërkon sforcim, por Allah subhanahu wa taala i ka bërë muskulit e fytyrës të lëvizin aq thjesht, aq lirshëm, sa e njëjta fytyrë merr mimika të ndryshme dhe ti nuk ndjen lodhje, nuk lodhesh në kjo gjë. Por kështu edhe buzëqeshja. Allah subhanahu wa taala ka bërë aq të thjesht, por që ka vlerë. Profeti alayhi salatu wasalam porositi për të. Dhe profeti alayhi salatu wasalam të gjë vepronte me sahabët e tij. I takonte me fytyrë të buzëqeshur. Çdo herë u buzëqeshte atyre profeti alayhi salatu wasalam. Saqë mendonte sahabi dhe thoshte, wallahi thoshte nga mënyra se si profeti alayhi salam e takonte gjithmonë me fytyrë të qeshur, thoshte wallahi betohej dhe thoshte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk do më shumë asnjë tjetër përveç meje. Çu mendonte? Këtë ide i jepte, këtë përshtypje i jepte buzëqeshja në fytyrë. Prandaj vëllezër, për edukatës së selamit është që kur jepet selami, jepet me buzëqeshje. Nuk është prej devotshmërisë, nuk është prej seriozitetit në fe që të japësh selamin me fytyrë të ngrysur. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam më i devotshmi, më asketi, me sprovat më të mëdha, nga më të ndryshmet sprovat, me detyrën më të vështirë për sjelljen e mesazheve të Zotit të tij dhe i takonte sahabët me fytyrë të buzëqeshur. Sallallahu alaihi wasallam.
Prandaj ka njerëz që pretendojnë për kushtim ndaj fesë dhe nuk i kushtojnë rëndësi suneteve të thjeshta, të vogla, në kuptimin që përmendëm më parë, por kërkojnë të merren me gjëra të bujshme, me gjëra të mëdha. Del dikush, qoftë edhe një musliman i thjesht, bën një veprim që është i bujshëm, në aparencë duket i mirë, në thelb mund të jetë i mirë, dhe për të veprim të bujshëm e mbi ngrejnë, e mbi vlerësojnë, ndaj atyre të cilëve u mësojnë njerëzve fenë, ndaj atyre të cilëve merret me davën ditën dhe natën, kanë përkushtim në përhapjen e Islamit, në mbrojtjen e Islamit, dhe të bëjnë, kanë përkushtim në dituri, dhe të bëjnë me vite. Ky është nga gabimet, nga moskuptimi i thellë i fesë dhe nga nëvlerësimi i çështjeve sipas renditjeve të tyre. Prandaj ndryshe thon dietarët, fjala e Ibn Mes'udit radhiyallahu ta'ala anhu mund kuptohet duke thënë mesatarja në sunet është më e mirë se sa përpjekja në bidat. Ky është kuptimi i parë thon, por kjo fjalë përmban edhe një kuptim të dytë. Dhe përmendja e këtyre kuptimeve na ndihmon të kuptojmë në radhë të parë thellësinë e diturisë së Ibn Mes'udit radhiyallahu ta'ala anhu dhe mesazhet e mëdha që përmbajnë fjalët e sahabëve. Kuptimi i dytë është se është më mirë të ndjetësh rrugën e drejtë, dëgjoni mirë, është më mirë të ndjetësh rrugën e drejtë, edhe nëse je i panjohur, se sa të bësh udhëheqës në devijim, në bidat. Pra është më mirë të jesh i kapur pas sunnetit, pra çdo gjë që bën e bën në përputhje me sunnetin. Dhe nuk je i njohur, je musliman i thjesht. Wallahi je më i mirë se sa dikush që bën famë, por në bidat. Por në bidat, siç mund të jetë dikush që ndjet një linjë të politikës, në të cilën e kundërshton Kur'anin dhe Sunnetin shumë herë dhe rënd. Dhe në një moment tjetër mund t'i ofrojë dhe dobi muslimanëve. Dhe mund duket sikur ky është më i miri se sa një musliman i cili është i thjesht, por jeta e tij, adhurimi i tij në përputhje me Kur'anin dhe Sunnetin. Sepse detyrë për ne vëllezër, cila është? Detyrë për ne është të jetojmë sipas Kur'anit dhe Sunnetit, të mos dalim nga shpallja. Kjo është që kërkohet nga ne. Edhe ka raste, ka gjendje, ka shoqëri në të cilat të jesh i kapur pas Kur'anit dhe Sunnetit, jo çdo herë është e lehtë, jo çdo herë është e thjeshtë, për shkak të sprovave dhe fitneve. Prandaj tu përmendet edhe fjala Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ka një thënie të tij dhe thotë, dëgjoni mirë të thënie, se është e bukur. Dhe tregon atë seriozitetin dhe korrektësinë e madhe që kishin selefët në kapjen pas Kur'anit dhe Sunetit. Thotë, nëse ke mundësi të mos e kruash as qafën tënde pa pasur një argument, atëherë vepro kështu. Cili është kuptimi? Radh parë që tregon se sa shumë e madhëronin selefët ndjetjen e Sunetit. Dhe kuptimi nuk është që çdo lëvizje e zakonshme që bën njeriu të jetë domosdoshmërisht e bazuar në një tekst, qoftë nga Kur'ani apo Suneti. Por kuptimi është që besimtari të mos kryej adhurime apo të shpik adhurime të ndryshme të reja në fe pa pasur argument për to nga Kur'ani dhe Suneti. Pra shihni si edukoni njëri tjetrin me kapjen pas Kur'anit dhe Sunnetit. Mund vinë njerëz të ndryshëm thonë,
Kur ti i thua vlla, kjo nuk është në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin. Ai thot pse unë jetin e kam të sinqert, thot, si çdo shpjegohet më vonë. Unë jetin e kam të sinqert, pse do më dënoj Allahu për këtë gjë? Po. Sepse nuk vlen vetëm sinqeriteti, por edhe rruga, edhe metodologjia. Prandaj ndjetja e Sunetit është mbrojtje nga gabimi. Dhe ai që largohet nga Kurani dhe Suneti dhe rruga e selefëve rrezikon të bjerë në devijim dhe të largohet nga e mira. Transmetohet se Said ibn al-Musayyib pa një njeri që po falej pas lindjes së Adimit, pra kishte hyrë koha sabah. Dhe po falte nafile ky njeri. Akoma s'ishte thirr farzi, po falte nafile. Pra më shumë se ç'është dy rekat Suneti. Dhe e ndaloi nga kjo gjë. Personi i tha, o Ebu Muhammed, që ishte kunja e Said ibn Musayyibit, pse a do të më dënoj Allahu pse po fal namaz? Unë namaz po fal, vepër të mirë po bëj. Me i sinqert jam për Allahun, ai tha, jo, por do të dënoj për kundërshtimin e Sunetit. Sepse profeti alayhis salatu wasallam ka ndaluar që të falen në një kohë të tillë përveç 2 rekatëve. Ka ndaluar. Dhe ky njeri po bënte vepër të mirë, por vepra e mirë ishte në kundërshtim me Sunetin, nuk vlen. Pra shihni sa përgjigje e bukur. Jo thot, nuk është arsyeja, por për shkak të kundërshtimit të Sunetit. Gjithashtu Sheikh Albani, Allahu mëshiroft, ka një shpjegim rreth fjalës Ibn Mes'udit, që do ta lexojmë. Thot, ndër të tjera thot, nëse kuptojmë domethënien e kësaj fjale të Ibn Mes'udit, radhiyallahu ta'ala anhu, atëherë ajo është në të vërtetë një argument se Ibn Mes'udi nuk njihte në adhurime diçka që mund të quhej bidat i mirë. Sepse njerëzit e devijuar që bëjnë bidate dhe shpitin bidate në fe, thonë bidati ndahet në 2 lloje, bidat i mirë dhe bidat i keq. Dhe ndonjëherë mund të sjellin ndonjë fjalë nga ndonjë dietar, por prapë nuk mbetet argument. Jo çdo thënie, çdo dietari merret dhe është e saktë. Është merret dhe është e saktë kur ajo është në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin. Pra Ibn Mes'udi tha këtë thënie, gjë që nuk kupton, thot Sheikh Albani, se nuk ka në fe bidate të mira, por çdo bidat është i keq. Pra nuk njihte diçka që mund të quhej bidat i mirë, për të cilin njeriu do të shpërblehej tek Allahu. Kjo sepse ai i nxiste njerëzit të punonin qoftë edhe pak sipas Sunetit dhe t'i largoheshin bidateve sado e madhe të dukej ajo vepër. Dhe nuk është e mundur të krahasohet puna, qoftë edhe e pakët sipas Sunetit me punën, qoftë edhe të shumtë sipas bidatit. Nuk vlen një krahasim i tillë. Fare, nuk merret për bazë. Rrëzohet me një herë, mjafton që është bidat dhe rrëzohet. Prandaj qëllimi i këtij transmetimi nga Ibn Mes'udi është që t'i largojë njerëzit nga bidati, pavarësisht nëse është i madh apo i vogël, dhe t'i drejtojë ata drejt Sunetit, edhe nëse është vetëm një pjesë e vogël e tij. Sepse vepra që është në përputhje me Sunetin, sado e vogël të jetë, është më e mirë se shumë vepra të bazuara në bidat, sepse ai shumim apo ajo shumësi e këtyre veprave është e kotë dhe pa vlerë, si shkuma që sjell rrjedha e ujit. Nuk ka asnjë shpërblim për të tek Allahu. Transmetimet e sakta nga Ibn Mes'udi për ndalimin e shpitjeve bidateve në fe dhe për krapjen fort pas Sunetit janë aq të shumta sa është e vështirë të numërohen. Ndërto thotë është edhe fjala e tij, ndiqni Sunetin dhe mos shpirtni bidate, sepse ju është mjaftuar. Pra kapuni pas çështjes së lashtë, rrugës së hershme, pra kohës së profetit alayhis salatu wasallam dhe sahabëve të tij.
Por gjithashtu ka thënë, ndiqni dhe mos shpirtni bidate, sepse ju është mjaftuar. Kjo ishte përmbledhje pak a shumë fjala e Sheikh Albanit. Sufjan ibn Uyeyne vëllezër, sjell një transmetim të bukur që na ndihmon për ta kuptuar akoma dhe më shumë rëndësinë e mesazhit të Ibn Mesudit. Thot, isha duke qëndruar me Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabin e profetit alayhi salatu wassalam, dhe vjen një person dhe i thot: O Abu Abdullah, nga duhet ta filloj veshjen e ihramit? Veshja e ihramit apo bërja e niyetit për haxh dhe umre ka një vend të caktuar. Ka disa vende të caktuara në drejtime të ndryshme. Dhe këtu bëhet fjalë për mikatin që quhet vendin e atyre banorëve të Medinës apo atyre që vinë nga ana e Medinës, dhe që është Dhul Hulejfe. Dhe prandaj Anas ibn Malik i tha, nga Dhul Hulejfe filloje. Sepse aty e filloi edhe profeti alayhi salatu wasalam, në atë vend e filloi. Personi tha, unë dua ta vesh nga ihrami nga xhamia, pranvarit të profetit alayhi salatu wasalam, pra diçka më larg, më herët, më para, se sa kjo distancë. Imam Malik i tha, mos e bëj këtë, sepse kam frikë për ty nga fitnja. Ai i tha personi, çfarë fitneje ka këtu? Janë vetëm disa milje më shumë që po i shtoj. Pra, po bëj disa milje më tepër me vepër të mirë. Po përshkroj disa milje më tepër duke bërë një vepër të mirë. Çu mendoj kë? Çu tha? Imam Malik, Anas ibn Malik thash në fillim? Që në fillim, Imam Malik. Thash Enesi, ja, Imam Malik është. Imam Malik i tha, e çfarë fitneje është më e madhe se të mendosh se ke arritur në një mirësi në të cilën i dërguari i Allahut nuk e arriti? Pra ti po bën diçka që s'e ka bërë profeti alayhi salatu wassalam dhe po e quan të mirë. Tani ose i dërguari i Allahut e dinte dhe s'e bëri, ose nuk e dinte dhe nuk qëndron asnjëra dhe as tjetra. Atëherë fillo aty ku filloi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Thot dietari Ebu Shame, Allahu mëshiroft, mendimin e Allahut u bë qartë dhe dukshme se kanë pasur të drejtë ata që kanë kundërshtuar këto bidate, edhe nëse ato kanë qenë në formën e një namazi ose të ndërtimit të një xhamie. Nuk duhet i kushtohet vëmendje habis së ndonjë të padituri që thot, si mund të urdhërohet prishja e një namazi ose rënimi i një xhamie? Kjo është e njëjtë me atë që do të thoshte, si mund të urdhërohet prishja e një xhamie, kur ndërkohë profeti sallallahu alaihi wasallam urdhëroi për rënimin e xhamisë së Dirarit, që bën munafikët pranë Medinës, para se të hyjnë në Medinë, dhe që janë ajete në surën At-Tauba. Ose si ai që thot, si mund të ndalohet leximi i Kuranit në ruku dhe sejdë, ndërkohë që Aliu radhiyallahu ta'ala anhu sjell hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, kur thot, i dërguari i Allahut më ndaloi të lexoja Kur'an në ruku dhe në sejdë. Prandaj, ndjekja e sunetit është më parsorë se sa hyrja në bidat. Edhe nëse bidati në pamje të jashtme duket si namaz, pra si vepër e mirë, bekimi i pasimit të sunetit është më i dobishëm dhe shpërblimi i tij është më i madh, edhe nëse supozojmë se ai namaz do të kishte ndonjë shpërblim. Pra, e përmbledhim me pak fjalë, një vepër nuk vlerësohet si e saktë dhe e drejtë në aparencën e saj,
por kriteri është përputhja me sunnetin. Ky është kriteri. Përputhja me sunnetin. Dikush më thot, në këtë xhami për xhuma, thot për shembull, vinë plot musliman që nuk e din se si bëhen tespit pas farzit. Prandaj, hajde t'i bëjmë me xhamat. Hajde t'i bëjmë me xhamat në mënyrë që edhe ata ta bëjnë këtë vepër të mirë. Me një arsyetim të lehtë duket si e mirë. Qëllimi është i mirë, nuk dyshojmë këtë qëllimi. Dhe frytet mund të jenë të mira, mund të duken të mira, cilat janë, se edhe ata po bëjnë tash tespit pas farzit. Por prap nuk pranohet. Pse? Sepse nuk është rruga e profetit alayhis salatu wassalam në këtë adhurim. Nëse do t'ua mësosh, mësoja duke ua treguar, pa që nevoja që ta bësh të adhurim në një tjetër formë që e kreu profeti alayhis salatu wassalam. Në kohën e profetit alayhis salatu wassalam ka pasur një pjesë të xhamatit që ishin të paditur për disa rregulla të namazit, siç ishin beduinët që vinin në Medinë për xhuma, për të falur xhuman me profetin alayhis salatu wassalam, dhe të ishin nevojë të mësonin. Dhe profeti alayhis salatu wassalam nuk e bëri këtë gjë në këtë mënyrë. Pra, mesatarja në përputhje me sunnetin është më e mirë se sa përpjekja e madhe në bidat. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na japi neve qëndrueshmëri, kapje të fortë pas Kur'anit dhe sunnetit, na ruaj nga bidatet dhe njerëzit që ftojnë në to. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.